se do t'ja dali. Do doja të dija dhe unë tendencat e këtij sezoni. Atëherë, tendencat e këtij sezoni janë të shumta. Po I shpjegoja edhe më parë vajzave që janë prerjet që janë deri te supet, prerjet e drejta dhe pak të shkallëzuara, është floku pak me onde, diçka nga brenda, është floku me ngjyrat e bakrit, me ngjyrat e mjaltit, ngjyrat e tokës, këto janë më në modë që janë si vjet. Prerja shkurtër është rikthyer prapë në modë. Domethënë edhe ne të dyja vazhdojmë të jemi në modë. Po, kjo është e sigurt. Tani jemi në shpjegimin e bujrave. Gjithmonë edhe në tendencat e reja se çfarë është në modë. Shpjegimi, kjo është gjëja kryesore që vajzat mësojnë. Praktikantet janë nga të gjitha, fillojnë që nga se si bëhet një nuse, si përgatitet një boj, si bëhet një prerje. Gjithmonë, unë duke bërë nuset, ajo është gjëja më e adhurueshmja imja ose pasioni im, gjëja më kryesore. Dhe këto vajza unë ja transmetoj të gjitha sepse e shohin çdo gjë live. Paçka se këto të gjitha vajzat merren me njëra tjetrën, siç janë dhe kukullat, siç stilojnë, bëjnë ngrimet, make-upet me njëra tjetrën ose bëjnë prerjet, kanë gjithsecila prej këtyre ka një kukull të vetën ku praktikohet dhe mëson gjithçka. A duhet vetëm punë apo edhe një lloj prerje për atë që vendos ti përkushtohet këtij profesioni? Në rast të parë, prirja kjo nuk diskutohet, pasioni dhe puna. Sepse duhet ta kesh pasion në radhë të parë. Unë gjithmonë kur vin vajzat I them, në qoftë se ti do të regjistrohesh, përpara do të më thuash, e ke pasion apo e bën thjesht po bëj një kurs. Dhe këtë gjë përgjigjen e vajza jo, e kam pasion. Atëherë, në qoftë se ti e ke pasion, unë ta jap 100%, për mua nuk është unë për atë punë jam këtu. E rëndësishme është ti të jesh e vëmendshme dhe pastaj puna është gjëja më kryesore. Të transformosh një vajzë, një grua, ta bësh të ndjehet e bukur. Ajo mund të jetë e bukur, por në një farë mënyre ti evidentosh bukurinë. Është një artë në vete, Frida? Është artë në vete, është kënaqësi në vete. Ndjen shumë relax, ndjen shumë qertësi shpirtërore, ndjen shumë bukuri, të bësh tjetrin të bukur. Kjo është gjëja më e bukur. Për mua kështu është që mund të ekzistojë. Si është ti futesh një profesioni të tillë dhe të bashkëpunosh me Fridën? Në momentin që unë vendosa të vazhdoja parukerin, në kërkimet e mia ndërtoi ishte dhe Frida dhe kuptova që ishte më e mira dhe për këtë arsye vendosa që unë të vi këtu edhe të vazhdoj kursin për parukeri për krah Fridës. Në momentin e parë që erdha më dha dashurinë dhe afeksionin dhe po ashtu çdo ditë që unë jam këtu, po këtë gjë bën çdo ditë. Çfarë të pëlqen tek Frida? Mbi të gjitha thjeshtësia që ajo ka, përveç të tjerave. Për mua do të ishte afeksioni si trajton klientin, por edhe neve si kursante, na trajton sikur ne të ishim jo në një sallon, po në shtëpinë tonë. Ne ndihemi kaq mirë dhe jemi shumë të plotësuara në dëshirat tona. Kur nxehet Frida? Këtu është. Atëherë, në momentin që unë bashkëbisedoj me vajzat, gjithmonë kur ulemi që unë shpjegoj bojrat, në momentin kur bëjmë prerjet, unë jam pak e rrept. Jam shumë e qetë si natyrë, po aty jam pak e rrept, për një arsye dhe I them gjithmonë.
Në qoftë se unë do t'ju toleroj, atëherë për juve nuk shkon çdo gjë në rregull. Në qoftë se unë duhet bëj ashtu siç duhet bërë. Tani vetë ju dhe neve bëhemi psikolog të çdo njeriu ose bëhemi dhe mësues, jemi bërë dhe mësues normalisht. Kjo është gjëja më e bukur që i them, po sado që vajzat më kuptojnë, më mirë kuptojnë më saktë, se edhe mund gërthas ndonjëherë. Po e kam për të mirën e punës. Mund të them që është një sallon shumë i populluar dhe kjo është falpridës. Ajo është një njeri shumë popullor, një njeri shumë i dashur dhe ajo ka pasur sfidat e veta dhe na ka inkurajuar me jetën e saj dhe me gjërat e saj. Ke dëshmuar që mbrihet, po të duash. Çdo gjë bëhet. Me pak punë, unë them që çdo gjë realizohet. Boll të kesh pasionin, vullnetin, çdo gjë e mban. Këto vëthët ja ke bërë dhurat vetes, apo ti ka dhuruar dikush? Vathët ja kam bërë dhurat vetes. I kam bërë të Gjetari Piro, kështu që janë shumë të bukura. Ke merituar, ë? Po i kam merituar. Emri.
të zgjohesh në mëngjes të rrethohesh me njerëz që të duan dhe ti duash, kjo është gjëja më e bukur mendoj. Po, dhe profesioni gjëja më e bukur.
Absolutisht ja. Mirë se erdhët, estetik idea. Mirë të gjej, shoh që ndryshimet janë pozitive edhe ambienti së jashtmi i shërben bukurisë. Edhe mirëpritja juaj i shërben bukurisë, do doja të dija më shumë se çfarë ka të bukur estetik idea. Mbi të gjitha ka anën profesionale, që është gjë kryesore, mendoj unë, e estetikës tonë. Patjetër produkti, cilësia, mikpritja si nga ana ime dhe nga punojësit që punojnë në këtë qendër, çdo gjë mendoj. Ti kushtohesh dhe përkushtohesh bukurisë femërore për ta evidentuar. Është pjesë e sfidës tënde personale apo e keni kthyer tashmë në një sfidë familjare? Para shumë është sfidë familjare. Detyrimisht që është një pjesë e imja, është normale sepse është një profesion që unë e dashuroj. Ormai janë gati mund të them mbi 15 vjet eksperiencë, 15-18 eksperiencë. Unë jam e lidhur ormai me këtë fushë, në këtë profesion, nuk mundem as një minutë ta mendoj veten që unë mund mos bëj diçka. Ka qenë një pasion i hershëm i yti, Diana, për t'ju kushtuar kësaj fushë? Patjetër. Pasion personal, po mbi gjitha edhe pasion familjar. Personal, unë kam pothuajse një jetë që merrem me këtë profesion, është diçka që unë e dashuroj, e respektoj, nuk e mendoj kur jetën time, botën time pa këtë që unë kam ndërtuar sot. Lidhet shumë me motrat e mia, lidhet shumë me historinë e familjes tonë, lidhet që nga mami ime, domethënë ka një histori në vazhdim, edhe shpresoj shumë që këtë ta vazhdojnë edhe fëmijët tanë. Pavarësisht se koha ndryshon, mendimet ndryshojnë, dëshira do të ishte që edhe një nga fëmijët e mi të vazhdonte diçka të tillë. Nëse e kthen kokën pas, edhe je këtu në këtë pikë ku jam dhe unë tani, çfarë mendon për veten dhe për atë çfarë keni mbritur? E kënaqur, e arritur. Megjithatë arritjet nuk kanë fund. Unë mendoj se çdo ditë ka diçka të re. Unë nuk flas vetëm për vete, flas edhe për Fridën edhe për motrën e madhe Lidën. Ne gjithmonë jemi në kontakt të cilësisë ose të aktualitetit ose të novitas ose asaj që del sot dhe nuk diskutohet që është e arritur ose e ardhur imediat direkt tu në sallonin tonë. Të kërkosh perfeksionin, është e lodhshme, e vështirë apo e bukur? Mbi të gjitha e bukur, se ka dhe satisfaksionet e veta. Po ka dhe vështirësitë e veta, sigurisht. Një grua që punon, ndjek familjen, edukimin e fëmijëve, prindrit, motrat, në tërësi. Kështu që pa vështirësi asgjë s'ka. Raporti yt me Fridën? Shkëlqyshëm. Është motra, nuk ka diferencë mes ne të trejave, po duke qenë Frida më e vogël, është gjithmonë ajo debulesa e atij që është pak më i madh. Unë them nga ana ime sigurt që dhe motra e madhe të njëjtin mendim ka për më të voglin. Megjithatë është ajo më e përzgjedhur nga ne të tre. Cila është kënaqësia që koka e Dianës dorëzohet në duart e Fridës dhe fiziku i Fridës dorëzohet në duart e Dianës e kështu me radhë. Atëherë, nëse koka ime dorëzohet ke dora e Fridës, patjetër që është 100% e sigurt. Frida do të shkrijë talentin e saj, e sigurt që do të arrijë atë që unë mendoj në vetvete. Frida do të arrijë, nuk diskutohet, pa pyetur, pa marrë aprovimin tim ose asgjë, Frida e arrin. Po mendoj e njëjta gjë dhe për mua, është reciproke. Edhe nëse Frida mendon diçka tjetër, mendoj se kemi të njëjtin mendim për të dyja. Jeni tipa të ngjashëm apo ndryshoni? Dhe nëse ndryshoni ku?
Tipat të ngjashëm. Të treja kemi diferencë mes njëra tjetrës. Motra e madhe është ajo e madhja që gjithmonë jep vendimin e para ose mendimin o ku e diun. Unë ndoshta duke qenë në mes kam atë tolerancën si ke njëra dhe ke tjetra. Ndërsa Frida është paqe. Frida Frida, je përballë mejet në nxirimet e Aratis. Je kuruar me kujdes, je veshur bukur. Stili flokëve shumë modern siç më pëlqen mua. Normal të takon, por a ka qenë një ëndër e jotja, një ëndër e jue që ti kushtoheshe bukurisë të tjerëve? Kjo ka qenë një ndër ëndrat e mia, paska se ëndrat e mia kanë qenë shumë. Duke filluar nga muzika, arti, piktura, stilimi, këto kanë qenë ëndrat e mia, pastaj finalizimi ishte këtu. Nëse e kthen kokën pas dhe shef Fridën e vogël, Fridën fëmijë, Fridën një vajzë që rritet nën kujdesin e prindërve, të motrave, ka tek ti nga këto lojrat me kukulla apo me modele të vërteta që në fund të fundit kanë qenë pjesë të gjitha vajzave, ndoshta e një pjesë të mirë të vajzave që donin të transformonin diçka. Unë këtë gjë e kam dashur paska se kam qenë tip pak më çun. E kalojmë pak duke qeshur normalisht, realiteti ashtu ka qenë. Më shumë më pëlqente të kuroja dikë ose shoqërinë time, për vete jo, për vete nuk kam qenë shumë. U çoja në mëngjes, flokët i kam pasur me kaçurela, të treja motrat ne ashtu jemi dhe 2 motrat e tjera. Edhe nuk kisha nevojë, bëja pak me xheli sepse ka qenë dhe moda atëherë që të zbukuroje pak, të mbaje pak të flokun e gjatë. Dhe më shumë isha tek shoqëria se sa tek vetja. Po mendoj që në kalimin e kohëve dhe në mësimin dhe profesionin që unë mora më mbrapa, më bëri që të ndihem aty ku desha, gjëja më kryesore.
E mban mend fillimin tënd profesional dhe a ka njerëz që vërtet të kanë mbështetur? Fillimi im ka qenë i vështirë, si të gjithë fillimet, se çdo gjë asnjë gjë nuk është gati. Si fillim, unë kam jetuar për shumë vite në Itali, bashkë me tim shoq, dhe mbas një 10 vjeçari dhe im shoq që kanë ndetur shumë vite atje, menduam që t'u kthenim bashkë, mbas një eksperiencë që ne kishim marrë në Itali. Dhe profesionale dhe edukimi nuk mund të them, sepse këto kanë qenë prindrit tonë që na mësuan me punën dhe me edukimin tonë sa më të mirë, por Italia na mësoi shumë gjëra. Na mësoi rregullin e punës, zanatin dhe çdo gjë tjetër që mund të ketë bëj me profesionin tonë. Kur erdhëm në fillim fare, mbas shumë kohë gjëja që ishim mësuar gjithmonë të punonim të dy bashkë, çfarë do bëjmë, do hapim direkte dhe hapim sallonin. Kjo ishte ndihma e prindërve, ato nuk mund t'ja anashkalojmë se janë kryesorët e në jetën time. Dhe babi me mamin thot, Frida, ti sallonin e ke, hajde dhe ushtro aktivitetin tënd. E filluam nga zero. E filluam me investimet që ne kishim bërë jashtë. Çdo emigrant e di shumë mirë se çdo të thotë emigrimi. E filluam nga zero dhe unë nuk e mendoja kur, asnjëherë që mund të arrija deri këtu ku jam. E mendoja të punoja, të bëja të bukur njerëzit, por nuk e mendoja deri këtu. Hap pas hapi ti ndjen se diçka po bën. E ke më të prekshme, tek njerëzit që hyjnë dhe dalin, tek falenderimet që merr, tek buzëqeshjet që shtohen, por Frida dhe stafi i saj e di se sa e vështirë ka qenë për t'ja mbritur kësaj. Cilët kanë qenë ato shina në të cilat ke vendosur të ecësh për të mos tradhtuar veten, po për të mos tradhtuar as ata që të kanë besuar ty bukurinë? Kjo ka mbi të gjitha, korrektesa për mua ka qenë dhe do jetë gjëja më kryesore. Po mos kishim korrektesën, nuk do kishim arritur deri këtu ku jemi. Siç thash më përpara, salloni jon është pak, mund ta përshkruaj me pak fjalë që është shumë popullor. Dhe klientët ndjehen shumë të relaksuar, paçka se për këtë gjë duhet flasin klientët, normalisht jo, unë nuk më takon mua. Gjithsesi, kjo është kënaqësia që unë marr te çdo klient. Klientët që janë prej shumë vitesh. Ka klientë që janë prej 10 vjetësh, 15 vjetësh, që janë klient fiks. Mua kjo më bën të ndihem mirë. Dhe përjetimi më i madh ishte 15 vjetori që unë bëra tani, dhe aty e shijova dhe ndjeva kënaqësinë e gjithë atyre viteve që unë kisha punuar. Atëherë kuptova tamam çdo të thotë. Se çfarë kishe mbritur. Në fakt e kam ndjekur edhe në sfilatën organizuar në Sheraton me rastin e 15 vjetorit të sallonit tënd. Ka qenë një paratë shumë e bukur, do thoja. Ka qenë një paratë jo vetëm e veshjeve dhe fustaneve të nuserisë, po edhe e modelimit të nuseve. Por mbi të gjitha ka qenë edhe një paratë e asaj pune këmbgulse shumë vjeçare për të mbritur diku. Pra se nuk është e lehtë në Shqipëri që në një 15 vjetor të organizosh me forcat e tua një event që i shkonte eventeve europiane. Dhe për këtë vërtet ju komplimentoj sepse jam kënaqur dhe kam shijuar si një festë të bukur. Por kam menduar gjithmonë që pas asaj feste të bukur që ne kemi shijuar të ulur në për karriget e vendosura në sallë, patjetër është një punë e madhe. Mendoja ato njerëz që janë marrë me kurimin, dora Fridës ku është dora tjetrit, domethënë ndjehej puna dhe dëshira e mirë për të bërë diçka ndryshe. Është vërtet, Rezar, ti e ke shijuar, por ty ka qenë një punë shumë e madhe gjithë stafit. E shumë miqve, stafit si nga salloni dhe si këtu nga salloni i fustaneve. Kanë qenë dhe jam të gjithë mirënjohës për këtë gjë. E para që e kam bërë me dashuri të gjithë. Gjëja më e bukur po prap ishte që në momentin që mbaruam gjithçka, aty ishim të gjithë me lot. Të gjithë thonin, wow, ja arritëm, bëm diçka të bukur.
shoqëria që më ka ndihmuar shumë, duke marrë nga Fiori, Samiu, Enada, ASLV-ja, shumë jashtëzakonisht. Po dhe me një staf të mrekullueshëm arrihet çdo gjë. Dhe për këtë I falenderoj shumë. Të gjithë. Fotografët, kameramanët, çdo gjë që ka qenë mbrapa kuintave të asaj bukurie. Frida, mbarvajtja e sallonit ka ardhur e konsoliduar vit pas viti. Jam kurioztare të di se si ke mbrojtur pronaren Frida, që mund të jetë ndryshme, po mund të jetë e njëjtë me Fridën vet. Kjo është e njëjtë me Fridën vet, unë nuk kam ndryshuar në këtë, sepse duke qenë në aspektin që unë kam punuar shumë, dhe kjo e di ç'do të thotë, dhe të punosh dhe të ndihesh pronar, dhe mundohem me vajzat që gjithmonë t'i bëj të ndjehen mirë, sikur janë në një ambient në shtëpinë e tyre, se ndryshe pastaj nuk punohet. Kjo është gjëja më kryesore, si unë, si im shoq, që I kemi ndar pak gjërat. Unë rri më shumë në sallonin te parukeria, im shoq rri më shumë këtu, paçka se ai është zanatli dhe ai është berber, ka pasur teatrin e vet që ai ka qenë Reshat Beja, goxha I dëgjuar në Tiranë. Dhe biles që në momentin që u rikthyem nga Italia, që kjo ishte në fillim, ai rindërtoi sallonin e teatrit dhe njëkohësisht punonte edhe vet. Tani ai ka sallonet e veta të djemve, pashka se jati nuk është që t'i gëzoj këto mrekullit e të birit edhe të mia që mua më ka pas dashur shumë. Por djali vet është munduar që çdo dëshirë të jatit ta çojë aty ku ka dashur ai, në zanatin e tij. Të jesh e dashuruar, të jeni të dashuruar, po njëkohësisht të jeni edhe me pikësynime të përbashkëta. Është fat Frida të punosh njëkohësisht, të kesh qëllime të përbashkëta në krijimin dhe mbarvajtjen e familjes, por edhe të çosh biznesin përpara. Kjo mendoj që është shumë fat. Edhe unë në këtë rast ndihem me shumë fat. Para që kemi gjetur njëri tjetrin, dhe kjo është gjëja më kryesore. Kuptohemi shumë mirë bashk. Në momentin që duam të bëjmë diçka, e diskutojmë gjithmonë bashk, themi e bëjmë, nëse ashtu, okay, si mendon ti njëri tjetrin, edhe realizojmë. Tak, e mbarojmë direkt, edhe kështu jemi mësuar normalisht dhe gjithmonë na ka ecur mirë. Mbështetja e të dyve është gjëja më kryesore. E të dashurit njëri tjetrit. Duhemi shumë, këtë dashuri mundohemi t'ia transmetojmë fëmijëve. Të ndjehen mirë, të ndjehen bukur. Besoj së shpejti vajzat do bëhen shoqëruese edhe të vizitave tuaja nëpër sfilata që nuk zhvillohen vetëm në Shqipëri, por zhvillohen në vende të ndryshme të botës, dhe ndoshta ndonjëherë Frida do vendos të zgjellë sipas shijeve të Xhoit ose Xhejt. Po unë atë shpresoj. Atë e kam ëndrrën kryesore që atë shpresoj dhe mendoj që do eci ashtu. Ne tani faktikisht kemi për të shkuar në Barcelonë, nga Barcelona në shtete të tjera sepse janë shumë stilist, dhe këtë vit do jetë viti I parë që unë fëmijë do t'i marr me vete, të dyja vajzat, dhe Xhoin dhe Xhein, për t'i mësuar dhe për t'i edukuar me atë frymën e punës. Jo çdo gjë është vaj normale, po të shikojnë dhe ato se si punohet dhe si jetohet, si punohet në vende të huaja dhe çfarë bëjnë ato për të arritur diku. Çfarë ndryshimi ka Frida nga njëri sallon tek tjetri? Pra, dita e juaj I përmban të dy sallonet, por si ndihesh te njëri, si ndihesh tek tjetri? Atje është pak më ndryshe, sepse atje ka pak më shumë zhurmë. Atje është tharset, rëmuj. Megjithatë, prap ka gjëra shumë të bukura. Ka gjërat e bukura, sepse bën të bukurën nga mëngjesi deri në darkë, ato jo me make-upin, jo me krefjet, jo nuset, që ajo është pasioni im, që atë e adhuroj
dhe them sa herë nuk doresh të folurit të kësaj gjëje, se gjëja më e bukur më pëlqen kur nusja shikon veten dhe thotë wow, kjo ishte ajo që desha. Në fakt shumë pasionin. Në fakt ka një lloj suspanse. Përpiqesh ta ruash Frida kur rregullon nusën, ka një lloj suspanse. Edhe vetë vajza nuk dëshiron të shihet deri në fund, edhe vetë Frida nuk dëshiron që t'ja shfaq pamjen, por t'i ruajtur pikërisht të befasi. I lumturuar gjithmonë nga kjo befasia e nuseve në momentin e fundit? Gjithmonë. Mendoj se kjo them është gjëja më e bukur që mua ma shton më shumë pasionin ndaj të bukurës. Ndërsa e ulur këtu, ndoshta në atë qetësinë e kohës, të momentit, të ndollë të krijosh një raport dialogimi me fustanet e nusërisë dhe me atë periudhë se si ka ndryshuar ëndra për një fustan nusërie. Tani më duket sikur çdo gjë është e prekshme. Mjafton të kesh dëshirën dhe mundësinë dhe çdo gjë është e prekshme. Tani të gjitha vajzat kanë një fat dhe kanë një shans shumë të madh, mund të them. Vitën përpara kur unë kam bërë dasmën time, ne jemi mësuar në shtëpi që mamaja ime, të treja motrat e kemi bler fustanin, sepse mami është me origjinë kosovare, sado që lindur e rritur në Tiranë, po me origjinën e ka kosovare. Edhe ato e kanë pas si tradit që fustani duhet bler. Po tani ka ndryshuar. Është akoma, siç është në vendet e huaja, këtu te neve jo dhe shumë në Tiranë, më shumë Kosovë, por ka ndryshuar pak. Nuk është më ai mentaliteti se të ngelet aty. Pashka se tani janë gjëra shumë të bukura. Fustanet janë njëri më i bukur se tjetri dhe vajzat kanë zgjedhje pafund. Nëse të kujtohen, po patjetër të kujtohen emocionet pas kuintave, ndërsa vajzat sfilonin, secila me delikatesën e vet, secila e kuruar ndryshe nga tjetra, secila me një fustan origjinal. Kjo ka qenë gjëja më e bukur që unë kam marrë kur kam mbaruar sfilata, se në atë moment nuk e kisha mendjen fare. Ka qenë eksperjenca e parë, mund ta them, për mua, sado që unë vit për vit kam bërë sfilata, nëpërmjes miseve, Miss Shqipërisë, Miss Europës. Gjithsesi, kjo ishte e tëra e mbaruar e Fridës, e kuruar në çdo detaj, e kuruar nga koka deri te këmbët. Edhe këtu u shfaq Frida më sakt se kush ishte. Dhe gjëja më e bukur ishte kur mbaroi, të gjithë klientët të ftuarit, të gjithë ato që ishin brenda, ishin rreth 600 sa veta të ftuar, dhe bukuria që thonin Frida ishte jo sfilat, po ishte një show. Unë këtë e prisja me shumë kënaqësi dhe buzëqeshja ime nuk më mbyllte dot goja dite, se vetëm qeshja. Se përjetova një gjë shumë të bukur. Dhe stilisti, njëri prej stilistëve, kanë qenë dy stilistat natë, ishte hera e parë që vinin në Shqipëri, dhe ato të njëjtën gjë. Frida çdo gjë e kuruar në detaj, floku shumë i bukur, aksesori, fustanit i kombinonte, i shkonte çdo gjë. Mua kjo më bën të ndihem shumë mirë. Ta shohësh botën me sytë të bukurës, me sytë e bukurisë. As fumohen ato shumë tirat e vogla të përditshme son. Unë gjithmonë e shoh në sytë e bukurisë. Sa çoj në mëngjes gjithmonë e shikoj. Dhe ndonjëherë kur nuk jam shumë mirë, mund të them shumë bukur sot, ja bëj vetes që të ndihem mirë. Po gjithmonë në këtë sy, në këtë prizëm e shoh jetën. Të kujtohet në një kompliment ose koment që ka lënë gjurmë. Urimin e shumë nënave që janë munduar të ma transmetojnë dhe jam prekur në shumë raste që dhe kam qarë nga fjalët e tyre, kënaqësia dhe veçantia e këtyre gjërave kur kam parë vajzat e bërit nuse nga duart e mia, dhe kjo ka qenë falënderimi dhe gjëja më e shtrenjtë që unë e vlerësoj dhe kjo më bën të ndihem shumë mirë. Ku shkojnë ambicia e Fridës? Unë gjithmonë luftoj me veten, në radh parë, gjëja më kryesore, bëj sfidë me veten. Dua të arrij gjithçka. Mundohem të arrij gjithçka dhe besoj se e realizoj. E para që jam shumë e fortë në këtë gjë. Diçka që e dua e bëj. Po më pëlqeu, kjo nuk bëhet fjalë. Po e rëndësishme gjithmonë që të jetë për të bukurën.
realizohet, me pak mund kjo realizohet, mendoj. Të ka ndodhur se këtu jemi të rrethuara nga pasqyra, të qëndrosh para pasqyrës edhe t'i shkelësh syrin vetes. Po, jam brita dhe kësaj. Po. Të gënjit të them jo, nuk e them dot. E kam bërë. E kam bërë dhe një gjë të tillë. Kënaqësi që u gjej
Ju dua të gjithëve.